Masonia përmendet në emailët tronditëse të milionerit amerikan të dënuar, tashmë të ndjerë dhe shkelësit seksual Jeffrey Epstein. Në një nga emailët e publikuara përmbahen pretendime se tru njerëzor nga persona të ndjerë në masoni janë ngrirë dhe transportuar në SBA për qëllime shkencore kërkimore. Në një nga emailët e cituara thuhet se procesi është lehtësuar nga një antar i stafit akademik të Universitetit Columbia me prejardhje nga masonia. Ai ka ndihmuar në organizimin e gjithë procedurës. Kanë marrë mostrat dhe trut fillimisht në Universitetin e Pittsburghut e më pas në vitin 1994 në Columbia. Deri më tani kanë mbledhur një koleksion prej rreth 1000 trush njerëzor, disa nga viktimat të vetvrasjes të tjerë si tru kontrollues, të ruajtura në -112 gradë Fahrenheit. Vendi i vogël ballkanik Maqedonia kontribuon në trut më të rinj, fal një antari të stafit të Kolumbias që është nga atje dhe ka ndihmuar në organizim. Thuhet në emailin dërguar Epsteinit nga një person emri të cilit është tërësisht i censuruar. Emaili është i kombinuar me një publikim dhe analizë nga Bloomberg, gjë që tregon edhe më shumë përpjekjen që projekti të paraqitet si një mundësi serioze shkencore dhe biznesi për një kompani që të komercializonte ilaçin e mundshëm. Hulumtimi, ku përmendet masonia, është publikuar me titullin "Një ilaç 50 vjeç që mund të zgjidhë krizën amerikane të vetvrasjeve" dhe i referohet hulumtimeve shkencore mbi vetvrasjet dhe përdorimin e ketaminës. Trut nga Maqedonia ngrihen me njëherë pas heqjes dhe transportohen në arka, nën mbikëqyrje rreth 4700 milje, për të përfunduar në kuti të zeza me madhësinë e një kutie këpucësh të shënuara me kode QR. Brenda ka pjesë të prera të indeve roz në qese plastike, të shënuara me marker, ana e djathtë, ana e majt, ana e mbledhjes, thuhet në email. Ky email është gjetur në më shumë se 3 milion dokumente, të cilët Departamenti Amerikan i Drejtësisë i publikoi më 30 janar si pjesë e rastit Epstein. Emaili nuk lidhet drejt për drejt me skandalin seksual të Epsteinit, por është pjesë e dokumenteve të nxjerra nga korrespondenca e tij. Edhe pse në mesazh nuk përmenden emra institucionesh apo individësh nga masonia, vetë përmendja e vendit në këtë kontekst hap pyetje serioze për mënyrën e mbledhjes, përdorimit dhe nxjerrjes jashtë të materialit biologjik njerëzor, si dhe për aspektet etike dhe ligjore të hulumtimeve të tilla.